dhe për krajën e vazhdueshme. Elhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي يؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahu xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. E lusim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqijave të punëve tona. Këndë udhëzon Allahu, s'ka kush e lajtit nga rruga e vërtet, këndë humb, s'ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër dhe të adhuruar tjetër përveç Allahut i vetëm i pashoq, dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Motrat e dashura, si gjithherë falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për gjitha këto mirësitë vazhdueshme që na jep në jetën e kësaj bote, dhe inshallah nuk do të na privon edhe prej të mirave në botën tjetër. E falenderojmë Zotin për gjitha këto mundësi që i kemi, që mund të lidhemi dhe të dëgjojmë për njëra tjetrën anë kënd botës, dhe po kemi mundësi që të shtjellojmë tema të dobishme dhe të cilat na sjellin për kujtim se si duhet të jetojmë në këtë botë dhe si të shfrytëzojmë mundësitë dhe të mira që na i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu. Pra, temën të cilën kemi menduar sonte dhe kemi përzgjedhur që të flasim në këta minuta së bashku me juve, me të vërtetë është diçka që na shoqëron çdo moment në jetën tonë. Kemi nevojë me përkujtu këtë temë dhe me qenë pjesë e kësaj teme gjatë gjithë jetës tonë, për arsye se Allahu xhaleshanuhu e krijoi njeriu në atë formë të cilën njeriu është ai i cili nuk ndalet së kërkuari. Derisa del prej kësaj bote, gjithherë kam kërkuar diçka tjetër, kam pas dëshira, kam pas plane, dhe Allahu na ka krijuar ashtu që ne si krijesa duhet të jemi optimist dhe në koordinim me ato se çush na ka mësuar Allahu, të mundohemi të realizojmë planet, dëshirat dhe ato projekte të cilat i mendojmë gjatë kësaj bote. Pra, tema për sonte është duaja dhe fuqia që ka duaja, për çka jemi fokusu pak më shumë e një besimtarje, për arsye se ne jemi gjitha motra dhe femra dhe po mundohena që pak a shumë më fokusu në temat e cilat i përkasin gjinisë tonë. Në realitet duaja është e dy gjinive. Mirë po, atë forcën e duas na shpesh herë e gjejmë edhe te ne si nana që jena, dhe të mundohemi që të jetë pjesë e jetës tonë gjatë gjithë jetës që kalojmë në këtë botë. Pra Allahu në ajetin më lart thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni", thot, dhe nëse të pyesin robërit e mi për mua, unë jam pranë tyre, jam afër tyre dhe pranoj lutjen e atij që më lutet. Domethënë, Allahu xhaleshanuhu në këtë ajet kuranor na informon dhe na tregon se më të vërtet Allahu është pranë çdo robi të cilit don me qenë afër Allahut dhe kërkon prej Allahut xhaleshanuhu. Dhe e dim që çdo gjë që është e dobishme në këtë botë dhe çdo gjë që është e dëmshme për neve, Allahu xhaleshanuhu na mësoi se si të veprojmë dhe të punojmë ma shumë në ato që është të dobishme dhe si të largohemi prej asaj që është të dëmshme. Pra, Allah është ai i cili kënaqet kur muslimani e adhuron Zotin.
Ju kam thonë shpesh herë, edhe përsëris, nuk është adhurim vetëm namosi, nuk është adhurim vetëm agjërimi. Adhurim është gjithçka që e bojmë me kënaq Zotin, gjithçka që është e dobishme për ty dhe për personat e tjerë, dhe me njet adhurim ndaj Zotit, kjo shndrohet në adhurim. Për shembull, përditshmërinë e jetës, domethënë punë që i kemi, obligimet e përditshme familjare. Na i kemi obligim për mi bë. Mirë, por nëse zgjonin mëngjes dhe e bëni njet, thuaj jo Allah, për hir tëndën, po zgjona, po punoj gjatë gjithë ditës që i kam obligime ndaj familjes. Mundësoma që kjo punë që po e bëj, tjetë adhurim, edhe adet i asaj përditshmërisë që e bëj unë. Domethënë, këtu kemi mundësi që me një punë të fitojmë shpërblim prej Allahut, edhe si adhurim, po dhe si përditshmëri që e bën. E kur muslimani pra e kërkon atë dashurim prej Zotit, mundohet me qenë afër Zotit dhe i bën punë të mira, qoftë adhurimi me namaz, agjërim e ibadete të tjera, pra e dim se Allah atëherë është i kënaqur me neve. Mirë, po mos harroni motra, ndër ibadetet që më shumë të njerëzit e neglizhojnë, edhe shpesh unë bjen kur bisedoj me njerëz, domethënë, jo duket diçka që nuk ka shumë pesh, si e bona, si se bona, e din Zoti se çka kam nevojë unë. E din Zoti, është shumë e vërtetë që Zoti e din gjithçka. Mirë, po Zoti na ka mësuar që na me kërku prej tij. Dhe mos e neglizhoni asnjëherë vlerën dhe rëndësinë që ka duaja, sepse është ibadeti kryesor dhe kulminant mbi gjitha ibadetet që i bajna drejt Allahut xhaleshanuhu. Duaja është nevojë e njerëzit. Mos harroni, nuk është për Zotin. Nuk është nevojë e Zotit. Nuk ka nevojë Zoti për duan tonë. Mirë, po ne jemi njerëz të cilët kemi nevojë për Allahun dhe kërkojmë prej tij në gjitha mënyrat që na ka mësuar. Pra, duaja nuk është vetëm nevojë, subhanallah, po edhe është nevojë që kena nevojë na për to, mirë, po njëjtë kushte dhe ibadet. Nuk është vetëm mjet me arrit deri te qëllimi. Mirë, po është edhe ibadet, adhurim ndaj Allahut xhaleshanuhu, derisa jemi duke bë dua. Sepse Allahu kënaqet me neve. Allahu është i lumtur me robin i cili lutet atij. Sepse nëse ne nuk i lutemi Allahut, a dini motra çka ndodh? Subhanallah, Allahu hidhrohet me robin e tij, të cilin e sheh se nuk pi lutet Zotit. A dini ç'a i bjen ajo? Si një lloj mendjemadhësie, si një lloj vetbesimi të prumë se se na nuk kem nevojë për Zotin. A se ti nuk vjen shprehje kjo, se çdo krijesë që ka krijuar Allahu xhaleshanuhu ka nevojë për krijuesin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a dini se çka tha për duan? Dua ra'sul ibadet. Tha duaja është koka e ibadetit, subhanallah. Domethënë, gjitha ibadetet është në rregull, normal që i duhet mi bë dhe i bojna. Mirë, po ajo koka dhe gjëja kryesore që e bën lidhjen me krijuesin është duaja. Atëherë ne, nëse braktisim duan apo lutjen, Allahu hidhrohet me neve. Edhe a dini se çka ndodh? Kur besimtarin e godet diçka e keqe që ai e sprovon Allahu diçka, çka thot pejgamberi alayhis salam? Thot Allahu xhaleshanuhu është mërzit me ndëgjue zonin e robit ti, e ka sprovu robin e ti që ti kthehet Zotit dhe të kërkon prej Allahut ndihmë dhe përkraje prej tij. Pra inshallah jemi prej atyre të cilat e kemi vazhdimisht në jetën tonë dhe në gojat tona nuk ndalet asnjëherë kërkimi faljet e Zotit, me kërku për dëshirat që kemi, planet që i kemi, mas pari të bisedoj me Allahun xhaleshanuhu. Mos shkojmë me bisedu me njerëzit. Po të bisedoj me Zotin, ti tregojmë Zotit se çka po du, çka kam plan,
çka është mirë për mu me kërku prej ti. Se na nështë ta kërkojna diçka që shumë e kemi dëshirë, edhe na duket që është shumë e mirë për neve. Po subhanallahu, dini që të ardhmen e din vetë Zoti. Na shohëm vetë që të mrena 4 murëve, që shohëm që to, nuk shohëm jashtë. E ai është i cili sheh edhe jashtë edhe çka vjen mas teje deri në ditën e fundit kur kimë dalë për kësaj bote, edhe pasi që kimë dalë për kësaj bote. Pra, nëse nuk i lutemi Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, Allahu hidhrohet me robën e tij, dhe thot në hadith, kush nuk e lut Allahun, kush nuk kërkon prej atij, Allahu hidhrohet ndaj tij. Subhanallahu. Kanjera po e shini që nështë me diçka shumë të vogël që neglizhojna në jetën tonë, mund të fitojmë hidhrimin e Zotit. A dini motra që do më thonë më hidhru Zoti me neve? S'don me fol me ty heq. S'don me pas me ty pun heq. S'don me shumë shiren të ti heq. Hidhrimi është diçka shumë e rëndë për robin. E kjo nuk ndodh në raport me krijesat. A dini pse? Krijesat janë krijesa që ka kriju Allahu prej dheut, prej lloçit, çush jam e krijuar unë, është e krijuar edhe fëmia, edhe burri jam, edhe nona jam, edhe baba jam, edhe këtë njerëzit, domethënë janë të krijuar prej dheut, njëjtë sikurse unë një materie njëjtë. Edhe çka ndodh? Qofse na kërkojmë prej njerit. Për shembull, e keni shoqe, edhe besoj që se cila prej nesh e kena një shoqe që ja shprehim zemrën, edhe konsultohemi me to për gjithë shka që ballafaqohemi në jetën tonë. Edhe një herë i kërkoj diçka, 2 herë i kërkoj diçka, tamam përgjigjet. 3 herë i kërkoj diçka, a di çfarë thot dikur? Thot fej me ball bremose e mërzit prej teje. Unë ke bëzdis, unë po më bëzdis vazhdimisht, e fillon në me kriju një urrejtje ndaj teje, se ti e të kërku shumë prej ti. Dhe nuk mundet me përballu gjithë ato kërkesa që ja bën ti njerit. Pse që thot, boll brej kam hallët dhe planet e mia, dëshirat e mia, a unë veç me ty du më marra? Si që ashtu e ka kriju Zotin atë shmërinë e njeriu, se cili ka dëshirat dhe planet e veta personale. Mirë po, çka ndodhe kundërta është me krijuesin. Zoti thot, sa ma shumë që të më lutni mu, aq ma shumë ju du juve, dhe aq ma afër du me qenë afër juve. Pra, për me bo dua, e dina motra se, nuk është veç me thonë, po boj valla dua, vazhdimisht, po Zoti s'po ma pranon dua. Apo shikoj e vetën pak, që shiki raportet me Zotin, që shiki raportet me njerëzit, që shiki veprat e tua në jetën tonë të përditshme, çka bën ti? Se letë është veç me kërku. A din që kur bojna diçka reciproke në këtë jetën e kësaj bote me njerëzit, do të me dhonë edhe me marrë, apo? Nëse dojna me qenë në rregull edhe me realizu dëshirat, planet tona me të shku që të shka mirë, do të me pos raport reciprok, edhe me dhonë, edhe me marrë. Po që ashtu është edhe me Zotin, që elhamdulillah Allahu na ka kriju krijesa me inteligjencë dhe dije, na i ka dërgu Kur'anin, na i ka dërgu pejgambert, na i ka zbrit Kur'anin, na i ka dërgu pejgambert, që na me ditë se Allahu çka na ka mësu, çysh me vepru në jetën e kësaj bote, nuk na ka pru, më na lon mos sjell vërdall, po na ka mësu se çysh me jetuna në këtë botë. Do të me pas një plan, do të me pas një strategji, do të me pas një jetë, një mënyrë të jetës që çysh na ka mësu Allahu me jetu. E atëherë do të na i plotësu do kushte që Allahu më na i pranu sa ma lehtë dhe ma mirë duan. Që ka thonë Allahu, këta jetin që lexova në fillim, çka thot? Wa idha sa'alaka ibadi anni. Allahu na ka përmend këta jetë, a dini kur është i përmendur kjo ajet motra ku ka zbrit? Në mesin e ajeteve të agjerimit. Ajeti duas është në mesin e ajeteve të agjerimit. Pse bashkë këtu Allahu e pas ka zbrit, këtë ajet,
Për arsye se mufesirët e Kuranit kanë thonë, Allahu e ka zbrit ajetin kuranor mes në ajeteve të agjërimit që njeriu pasi që e kryen obligimin ndaj Zotit, e kryen farzin që ne ka bë Allahu obligim me agjëru, Allahu na ka thonë që tash robi jam pe kryen obligimin, pe kryen farzin e agjërimit, edhe në qoftë se ai çka do që kërkon prej meje, unë do t'ja pranoj atij. Subhanallah. Domethënë na ka mësu, na ka informu që çka do që ti ke me kërku prej meje, unë kam e pranue prej teje kërkesat e tua, po, për arsye se ti je duke kry obligimin që ta kombone. Je duke agjëru të ditën, e ki gojnë e thome, terën e pa hangër, pa pi, e tash na kur ti kërkojmë prej Zotit, Zotit urprohet prej neve mos me na pranu duan, por derisa na e kemi kry obligimin që ai na ka obligu. Dhe çka thot? Është momentin kohën e iftarit, që ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk kthehet duaja mbrapa. Duhet më shfrytzuan atë moment. Këtu pra, Allahu thot, lutuni Zotit me sinqeritet dhe me bindje se Allahu lutjen do ta pranon. Domethënë, Allahu na ka mësuar që edhe na kur të bojna lutje, kur të bojna dua, jemi sinqert në lutjen që e bojna. Jo me boti dua, edhe me pos kitë menën dikun tjetër. Kom u që mi kry këto punë, kom këtë punë, kom këtë takeme, kom këto. O Zot, mundësëma me shku në xhenet. O Zot, fal mi gjinat, fal mi gabimet. Domthon, pa pikë koncentrimi ti jetu bo dua. Domthon, ti krejt e ki vëmendjen dikun tjetër, amo i ke ngrit durt edhe po fol diçka tjetër. Pra Allah po na mëson që na duhet mi plotësu kushtet për derisa të bojna dua. Ti jemi të sinqert, ti jemi të bindur, ti jemi të koncentruar në ato se çka jemi duke thonë prej gojës tonë. Ti jemi të koncentruar në ato se çka jemi tu lyp prej Allahut. Edhe mos o habitni motra me lyp diçka absurde prej Zotit. Mos lypni diçka që është e pakapshme, natyrshmërinë e njeriu të parealizueshme. Por kërkoni prej Allahut diçka që është e dobishme për ty, është e kapshme që mundet me pas fuqi Allahu për ta. Ju tash me lyp me thonë, na, diçka që o Zot mundsoma me shku në diell. Tash këtë njerëzit po shkojnë hon, ti më thonë diçka që s'është e kapshme dhe pa realizueshme për trunin e njeriut. Ne do të kemi edukat, motra. Kujmë prej Zotit, do të kemi edukat raport me Angjël e Shah. Do të kemi edukat kërkojnë për njëjut. Atër, tash ispjoni shkollor, fjallë, mundë, fjallë, me kom të zënë prej. Që se ti abon më të astil një dashuri, respekt për të më një moshme. Se ti një rëdhore, që këmë dojë që tu me nervozën dhe mlefin ma të madhë këmë talë shumë dur. Pse? Se ke pos edukat, derisa e ke kërkue një diçka që me të asje lajtë e ti. Ashtu pra dhe na duhet me pas edukat kur kërkojmë për Allah që lëshanë hu. Me xhamatliket e mija di që e kom përsërit të shpesh, po për kujtimin a bon dobi, e di që moni me arru. Kur kërkojmë prej Zotit, edhe unë e kom praktik tjetës ta, kur du me kërku diçka prej Zotit, a besoni që unë vjen marrë mu drejt me anis me kërku prej Zotit, me thonë o Zot, realizëm a këtë plan. Po që ka anisë me thonë? O Allah, falenderoj nga loqka e zemrës për çdo dëshirë që ma ke plotësu deri sot, për çdo lutje që ma ke realizu deri sot, për çdo plan që ma ke lehtësu për me realizu në deri sot. Domethënë, filloj me falenderim ndaj Zotit.
ti i plot fuqishëm, duke i përmend cilësitë e Zotit, që ti i gjithë mëshirshëm, ti ke fuqi për gjithë shka, falënderimi takon vetëm ty. Dhe më thonë, mas pari, fillojmë me falënderim ndaj Zotit, duke përkujtu të mirat që ne ka mundësu Zoti, pastaj, duke kërku falje prej Zotit, për gabimet që kemi bo, o Allah falna, mëshirona, se ne jemi njerëz, ne mund të gabojmë. Mandej, fillani me realizue, me kërkue ato dëshirat e juve që doni me realizu. O Zot, mundësoma me realizu këtë plan në jetën tem, në qofë se është hajrë për mu, këtë pjesë mos e harroni motra ja vla për rësi, so herë që bëni dua në jetën e ju, edhe ju do këtë diçka që është gjithsesi e mirë, ju do këtë diçka që është shumë e dobishme për ty, ose për fëmijën tonë, ose për jetën tonë, ti duhet me thonë gjithë herë mi a bashkangjit fjallën. O Allah, mundësoma me realizu këtë plan ose dëshirë, nëse është hajrë për muë. Këtë pjesë mos e harroni. Se ju thash, na mujna me kërku diçka shumë mirë, po nuk është në dobin tu. Edhe kur të vjen dita realizohet që e dëshira që ke pas, që duon që ke bo të Zoti, që ke me thonë, bre Zot, pëse ma pranove bre, që qka më gjetë, që qka u bo me muë. Të më hanë, ti ki mu pëndu me ato që ke kërku, me këmgullit të Zotin, ashta shumë heret, kur e ke kërku në kohën tone. Pra, gjatë lutjes, është mirë mi vepru disa gjana. Cilat janë ato? Mos bojna dua veç me gojë. Po na ka mësu pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam na kena pas shembulltyr. E kemi shembull për gjithçka. Pejgamberi alayhis salam kur ka bë dua, çush ka bë dua? I ka ngre duart lart. Sa që thot Aisha, nga njëherë, atë shumë ka bë pejgamberi alayhis salam me duart lart, sidomos në ditën e Arafatit, thot atë shumë i ka ngre duart lart, sa që i ka rrot gjypja prej trupit, edhe se ka vrejt pejgamberi aq lart që i ka qu durt, duke kërku prej Allahu xhaleshanu për dëshirat edhe planet e që ka pas doat që i ka bo drejt Zotit. Pra kjo është mënyra që e bojnë ana besimtarët, i ngrejmë nalt durt. E keni pone, kum pone për xhamia diqysh shumë i neglizhojnë ngrenjen e durve. I qojnë veç pak prej trupit, i majnë veç të përpara. Domthon, e bojnë diqysh në mënyrë neglizhente duan. Po koncentrano, drejtoni trupin, drejtoni durt, shikoni ka qielli kur të bëni dua. Se kjo është mënyra më e mirë që Allahu më na i pranu duan. E sheh seriozitetin tonë që ti don me në kënguljen tonë në realizimin e dëshirës dhe duas që e bën drejt Zotit. Është mirë të kthehemi nga kibla kur të bëjmë dua. Të jemi me abdest. Të jemi të bindur se Zoti do të na pranon duan. Motra kur të bëni dua, mos thoni a thua Zoti, a ka fuqi më realizu këtë dëshirë? Pse? Subhanallah, ti po dyshon fuqinë e Allahut. Ti po dyshon në ato që Zoti a ka mundësi me të realizu ti planin a ju. Pse çka thot Zoti në Kur'an? Kun feyekun. Kur thot Allahu bëhu, dhe me njëherë bëhet, atë s'ka diskutim. Domthon prej ti është që ti a don. A i thu Zotit, a kërkon prej Zotit ato që don me realizu. Edhe këto që thash, mos e harroni këtë pjesën, themi, o Zot, prano ma këtë dua nëse është hajër për mua. Por gjithashtu, gjatë duas, i kemi edhe disa momente, nuk është gjithë njëjtë jeta në këtë botë. Allahu ka caktu disa vende, Allahu ka caktu disa ditë, Allahu ka caktu disa momente, që kur pranohet ma shumë duaja. Pra, cilat janë disa prej tyre, se nashta s'mujna mi përmbledh gjitha sonte në këtë ligjeratë, se tani po zgjatet shumë ligjerata, që që thash edhe në muajin e kalum që nuk kemi qef edhe mos zgjat ligjerata shumë, se kalon tani në monotoni. Pra, Allahu ka caktu që gjatë vitit janë dy
një ditë edhe një natë, të cilat duat nuk kthehen mrapa. Cilat janë ato? Është dita e Arafatit, që na duhet mi mbledh gjitha dëshirat, planet, kërkim falje të Zotit, që qatë ditë na me shfrytzu gjithë energjinë tonë, që me kërku falje të Zotit, edhe me kërku çka dojna të Zotit, se është dita e Arafatit, që Allahu xhaleshanuhu nuk i kthen duat mbrapa. Thot ka ardhur robi jem i lodhur, i raskapitur në këtë ditë, në ditën e Arafatit, dhe unë turprohem për i robit tem që ta kthej me duar bosh. Dhe ju thot me lajket, jeni ju dëshmitar që gjithçka që kërkon robi jem, unë do t'ja pranoj atij. Pastaj është nata e Kadrit, që na duhet mi mbledhat natë gjitha dëshirat, planet që kena, dhe të natën me qëndru zgjuar, edhe me bë dua të Allahu. E ku është mas miri me bë dua, motra? Mos harroni, kur të bina në sejdë. Jena mas afërmi me Allahun xhaleshanuhu. E ato Allahut më shpreh gjitha dëshirat, planet që kena në jetën tonë. Gjatë javës kena mundësi çdo natë me qenë afër Allahut, që hapen dyert e qiellit, është pjesën e tretë natës. Mos gjuh me fal namaz natës dhe me kërku të Allahu xhaleshanuhu për çka që dëshiron në jetën tonë. Po ashtu, për gjithë javën e kena një ditë veçantë, që është dita e Xhumë, që e kishim sot. Është një orë, ka thonë pejgamberi alayhis salam, në ditën e Xhumë, në të cilën çkado që lutet robi i Allahut, pranohen duat dhe nuk kthehen mbrapa. Është momenti në mes të ezanit dhe ikametit. Po ashtu, edhe kur bjen shi, Allahu nuk i kthen duat mrapa. Domthonjë janë disa raste dhe disa momente që ju thash se s'mujna mi përmbledh gjitha, atëherë na të mundohemi që t'i realizojmë ato momente dhe ato të shfrytëzojmë ato raste, cilat që Allahu më na i pranu duat. Ka disa persona që Allahu nuk i kthen duat mrapa. Edhe pse, qysh tham, do të mi plotësu kushtet, do të mi plotësu ato të cilat na ka mësuar Allahu me adhuru, mirë po, janë disa hadithe të pejgamberit alayhis salam me transmetime të ndryshme, ku pejgamberi alayhis salam thotë 3 persona nuk i kthehet duaja mbrapa. Imami të drejtë, udhëheci të drejtë, e sot pak kemi në përbut, udhëheca drejt, agjëruesit në kohën e iftarit, duaja ati që ju ka bë pa drejtësi, që e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ati që ju ka bë pa drejtësi, dhe mes ati dhe duas ati dhe Allahut nuk ka perde. Allahu pranon duan drejt për drejt. Allahu na rujt për kësaj duaje. Inshallah jemi të kujdesshëm në raport me njerëzit, se si sillemi dhe si bashkë veprojmë dhe bisedojmë me ta. Për arsye se nëse dikujt ju ka bë pa drejtësi prej tjetrit, mos harrojmë se ti flan. Mirë po ati që ju ka bë pa drejtësi është i zgjuar gjatë natës. Dhe ai mendon të natën, qysh me ta kthy ty, qysh me ta kthy, me të hakmar ty për këtë pa drejtësi që ja ke boti. Dhe ai çka është me mirat mirës, mos me lodh veten shumë, po çka me thon, veç mi ngri dur të Zotit dhe me thon, o Allah, po ta la ty, ti e din se çka bën me ta, dhe qysh hakmerresh me ta, qysh umbani ai pa drejtësi dhe umbani zullum mua. Me bë me qenë prej atyre të cilët ka bë dikush dua kundrejt neve, mos harroni se kena me psu shumë rënd. Në këtë botë, hiç bashku në botën tjetër. Allahu na rujt për kësaj duaje. Në një transmetim tjetër të hadithit pejgamberit alayhis salam, çka është edhe tjetri se Allahu thot, nuk e kthen Allahu duan mrapa dhe nuk ka perde mes duas së prindit dhe Allahut. Prindit që bën dua për fëmijën, motra këtu këtë kemi kujdes, se çfarë duaje bajna për fëmijët tonë. Se qëllon në ai moment, se ne nashta nga njëherë nervozohemi, nga njëherë edhe fëmija na i teprojnë, edhe bajna dua shumë të rëndë kundrejt fëmijës tonë. Po ka qenë momenti që Allahu e ka pranu duan tonë.
edhe pse ti I bjen pishman, edhe sheh që me të vërtet duaja jote pas ka shku te Zoti, mirë po tani bëhet vonë. Është mirë që na me pas mundësi me bë sabër, edhe në çato momentet kur jena mas nervoze, çka me thon? O Allah, udhëzoje fëmin tem. O Allah, drejtoje fëmin tem. Që kjo është më e mira që mujna me bë. O Allah, bëma hafuz të Kuranit fëmin tem. Inshallah jena prej aty në nonave që na dalin çto fjalë. Nështë kom përmen edhe në ligjërata tjera. Subhanallah, sot një prej imamëve të Çobës që është imam, është si shkak që nona e vet ka bë dua në momentin kur ja ka bë sherrin e madh fëmia kur ka qenë I vogël, e ka përgatit krejt sofrën për me prit mysafir, fëmia ka shku me një grosht të rër edhe ja ka qit krejt ushqimit për mi. Në atë moment, nona e vet ka thonë, Allah I të boft imam Çobës, çka mbone? Të më me nervozën, blefin, më të madhin. Subhanallah ka qenë momenti që Allah ja ka pranu duan, edhe sot qaj fëmi është imam I Çobës. Prej sherrit që ka bo fëmia. Pra inshallah Allah na mundson që në çato momente na me bë dua të mirë dhe me qenë prej atyre që mos me bë dua të dëmshme kundrejt fëmijëve tonë. Edhe më mundu që shtam të zullumqari, thot një poet arab, mos bën zullum kur tu ka dhonë mundësia se çdo zullum fundin e ka me pendim. Veç pse ki mundësi ti me bë zullum kundrejt dikujt, mos e përdor këtë mundësi. Sepse është një më I fortë se sa ti që tani ai ta kthen zullumin shumë fesh për mi ty. Pra të kemi kujdes në këtë drejtim motra të nderuara dhe kemi raporte të mira ndër sjella me njerëzit, mos të veprojmë keq dhe të ruhemi prej duas të cilin e bën dikush kundrejt neve. Duaja mos e neglizhoni, nashta ka njëherë I duket dikuj shumë e pa arritshme dhe pa mundshme, s'te kam shumë xhamat që unë përësitin me po dua që s'kan fëmijë. E ndoshta nga njëna prej tyne është edhe këto prezent. Zekriaja ka qenë pejgamber, edhe ka qenë moshë të shtyer që nuk ka pas fëmijë, gjithherë ka bë dua te Zoti mirë, por nuk ka pas fëmijë. Edhe nuk u tërheq prej duas, nuk u zbraps asnjëherë duke kërku prej Allahut xhaleshanu që m'ia pranu duan. Dhe gjithherë kërkoj prej Allahut që me pas fëmijë. Edhe Allahu duan e tij e përmend kur thot o Zot mos më lër të vetëm. Gjithherë kërkoj prej Allahut me këtë fjalë, më jep fëmijë. Allahu mandej e përmend, ne ja pranuam lutjen dhe ja adhuruam Jahjon. Domthon, edhe Jahjaja mandej ka qenë pejgamber. Edhe kjo ka qenë rezultat I duas të cilën e ka bë Zekriaja alayhis salam, edhe pse ka qenë në moshë shumë të shtyer, Allahu ja mundsoi që të ketë fëmijë. Edhe e kemi edhe një rast tjetër, cilin sa shpejt e pranon Allahu duan, kur ti e bën me këmbgulje, Ebu Hurajra ka qenë besimtar I devotshëm, edhe nona e vet asesi nuk ka pranu që me pranu Islamin. Domthon ka qenë hall, I ka fol gjithherë për Islamin, por nuk ka pranu. Edhe një ditë u mërzit shumë Ebu Hurajra dhe shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I tha: Ja Resulullah, po të lutna që të kërkosh prej Allahut, që Allahut ma udhëzon nonën dhe ta pranon Islamin. Dhe pejgamberi alayhis salam para tij I ngriti duar dhe tha: O Zot, drejtoje nënën e Ebu Hurajrës në fen islame. Dhe subhanallah, Ebu Hurajra kthehet në shtëpinë e vet dhe thot, ende pa hyrë brenda, më thirri nana ime dhe më tha, qëndro aty jashtë e dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I tij. Domthon Ebu Hurajra po atë shpejt rezultatin e duas që Allahu ja pranoi
ende pa shkuar, pa arrit në shpinë e vet, Allahu xhaleshanuhu ja pranoi duan. Domethënë, motra mos harroni që kur në jetën e juve, edhe kur të bëni dua, mos thoni që valla kum bë dua boll, po s'po ma pranon Zoti edhe kum lan. Mos po lutna. Jo, kështu nuk guxojna me thon këtë fjalë, kur në jetën e juve mos e thoni. Për arsye se asnjëherë nuk ka shans që Allahu ty mos me ta pranu duan, veç në qoftë se që thash nuk i ke plotsu kushtet. Qoftë ti je ushqy me haram, qoftë ti nuk je për atyre që praktikon Islamin, qoftë ti nuk je i bindur që Allahu ka me ta pranu duan, atëherë duaja jote s'ka mu pranu. Mirë po, mos harroni që mirësi prej duas gjithherë kena me pas. Qysh? Prej mirësive duas është, ja ka me ta pranu Allahu duan me njëherë, ki me pa njëtën tonë që Allahu ta ka mundësu realizimin asaj duaje që e ke bo, ose në ndë, Allahu ka me të rujt prej një kaderit e cilit ka pas me të ndodhë ty. Qysh i bjen kjo? Duaja ju të komunis me shku të Zoti. Sa Allahu e ka urdhru duan me shku të Zoti dhe me të pranu ty duaja. Mirë po, kaderi unis prej Allahut, prej qiell. Mësuese nuk po ndëgjohesh, del edhe hyj apet. Selam aleikum, mirë, prova tash. Po më dëgjoni tash? Po, tash po, vazhdo. Patëm në shkëputje. Dhe më thonë, prej mirësive që e patëm prej duas, ja ka me ta pranu Zotin këtë dunja, kime pa realizimin e duas, në qofë se ka qenë hajshme për ty dhe do pishme për ty, në ndyke, komunis duaja me shku lartë, dhe kaderi ko me fillu prej qiellit me ardhë me të ndodhë ty poshtë. Kanë mu taku duaja dhe kaderi dhe kanë me mbet dy luftim deri në kiamet. As duaja s'ka me shku lartë, po as kaderi s'ka me ardhë me ndodhë ty poshtë. Do më thonë, kjo është mirësia dytë e duas. Dhe treta, të cilën kina me pas dëshirë, me pas krejt në ditën e kur do dalim para Allahut është, që kur shkojmë në botën tjetër, ne kemi pa gjitha veprat tona të cilat i kemi bërë në këtë botë. Edhe mirësitë e duas kena me pa që Allahu na i ka mundësu realizimin e gjitha duave kanë muna kujtu në botën tjetër ku do të shkojmë. Mirë po i shohëm do të mira në depën tonë, se vapëv dhe mirësive tona, edhe kena me pyet Zotin, o Allah, këto të mira pidi, po që to ka merdhe. Që thot Zoti, thot o robi jam, gjitha ato dua që mi ke bon dynja, dhe s'ti kam pranu, s'ti kam realizu, këtu ti kam rujt shpërblim për sot për ty. Pra që ka me thonë robi Allahut në atë moment, bre Zot, mos ma kishe pranu, as një dua në dynja ti kisha pa sot, gjithë këto të mirat, sa shumë pas na nevoj për tu. Pra motrat e dashura, na kemi nevoj, edhe në këtë botë, po gjithëherë, mos e anashkaloni gjithëherë me bo dua, o Allah, mundësën atë mirat në këtë botë, edhe mundësën atë mirat në botën tjetër. Edhe si për fund, kam jau të regu një rast, një prejetës tem private, që kam pa shumë shpesh që Allah, alhamdulillah, mi pranon duat, inshallah që jem do bishme për mu, mirë po një duat cilën e kom ga me këmgullje dhe vazhdimisht për 7 vite se kom qëndru në Stamboll në studime, çdo herë ka jëm shku, ka jëm marrë në tramvaj në studime, kom pas vështërsitë aty në studime dhe isa i kom kry magistraturën atje, edhe gjithë herë kom bo një dua që pendoj me juve. A dini cila ka qenë ajo dua? O Allah, mos ja merr shpirtin nanës tem, veç se në dorën tem
edhe t'jam unë afër sajna. Sepse unë shkova në Stamboll edhe isha larg, nana ishte shumë e vjetër në atë kohë, edhe pse ishte fort me shëndet, mirë po kisha frikë që unë s'kam me qenë afër sajna dhe s'mësha me marrë me mend që unë muj me qenë larg saj kur të vdes. Ajo. Edhe vallahi, billahi, motra, ashtu qysh e kumbo duan, ma ka mundsu Allahu realizimin e sajna. Pse? E ka pru Allahu me ndodh pandemin. Unë e kam ardhur prej Stambollit me aeroplanin e fundit që është mshel aeroporti i Prishtinës. Edhe nana jem ka qenë çato ditë e smur, ka pas pikë në tru, që shme thomë. I ka pas atë një lloj paralize. Edhe ka qenë e smur, dhe më thonë, dikon një 4 muaj përpara. Po, që ato mujt kur jam kthy une, ju ka vështërsu edhe ma shumë gjendja. Unë edhe motra që është në Finland, të dyjat, kena shku atë natë, kena bujt me nanën, e jena knaq me ta, e kena kalu momentet e fundit me ta. Motrat që kanë qenë të jetu në Kosovë, s'kan pas mundësi me kana ofër nanës, kur jam zgjuar në mëngjes, ja kon dhënë ushqimin e fundit me dorën tem, edhe kom pa që ma nuk pishkan ushqimi. E kom pa që veç kish pasi në agonin e vdekjes, edhe kom thirë motrën, ka thonë, ja fejime, kjo s'paska ma kur gjë prej saj, nanat veç na paska shku, se veç kish qenë agonin e fundit vdekjes. Edhe subhanallah, ashtu qyshe kom paramëndu dhe kom ba unë duan, vallaj, bilaj, motra, e kom kap nanën, ja kom shti 2 durt mrapa në shpinë, e kom ngrej kështu lartë, e kom afru në qoksin tem, ja kom përkujtu, ja kom thonë shahadetin, edhe nana jem e ka mundu me atë gjuhën, se të shumë ranë, s'ka mujt ma me folë në momentet e fundit, o mundu e me thonë la ilaha illallah, edhe ka mbyllë syt, edhe ka dërzu shpirtin në Allah që lëshon hu, që inshallah është prej gjenet live, se ka qenë personi me cilësit më të mira dhe me ato cilësit më të mirat një besimtari që kam pas shembull në jetën tem. Pra ndava këtë çështje shumë private me juve, që më ju tregu se me të vërtet Allahu ka fuqi dhe ta pranon duan qofse ti e këmbgulsen në ata që kërkon prej Allahu xhaleshonuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet për dëgjimin dhe durimin, e inshallah Allahu na bën prej atyre që kërkojnë prej Allahut atë që është e dobishme për neve dhe gjithë besimtarët kudo që janë. Allahu me se ata e para se me përmbyll, dua me falenderu të gjithave për mendjen dhe pjesëmarrjen në këtë ligjërat. Një falënderim i veçantë shkon për mësuesen ton. Allahu e shpërblet për bleft edhe juve, edhe për ty një falënderim i veçantë që po na mundson kaq mirë dhe kaq lehtë me realizu këto ligjërata. Tani nëse dikush ka ndonjë pyetje ose dëshiron me nda diçka, kemi kohë një 50 minuta. Kush don me fol mundet me dërgu mikrofonin, pastaj unë e pranoj inshallah. E pash me herët motra Bes ka e pa çu mikrofonin. Nëse dëshiron me fol, motor mikrofoni është për ty. Ma shpejt se na shkun minutat. Se mandej video po bëhet shumë e gjatë. S'po kanë mundësi me dëgju. Ka një pyetje. Thatë kështot. Si mund të ndihmoj duaj në përballimin e vështirësive dhe sfidave të jetës? Duaja është e cila ma let mama që ja shpras Zotit, ja shkarkon krejt atë breng, atë mërzi, atë ciklet që ka ki, thu o Zot, unë ty po drejtona, hiq ma ti që shdin me fuqin tonë kitë breng, largoma kitë mërzi, largoma kitë dert që kam,
A ka fuqi më të madhe se fuqia e Allahut me ta marrë dhe me ta hjek, sikur kur ta hjek një barr prej shpinës, ta largon mërzinë, ta largon brendën, ta largon nervozën, ta largon të keqen. Domthon, kur ti i bindesh Zotit dhe afrohesh te Zoti, çaq afër që i thu Allah, unë prej teje po kërkoj. S'po du njerëzit më ndihmu, se s'kan fuqi përveç asaj se çka ti ja u mundson njerëzve më ndihmu. Atëherë ti që më thonë, pi afrohesh Zotit çaq afër që ai nuk ta kthen ty duan mbrapa. Edhe që atëherë ta letëson ty vështërsinë edhe të bëhet ty shumë e lehtë, ku më di çfarë vështërsie të madhe me pas, ti nuk e nin ato. Edhe nëse kanë ai përshëndetje, kisha thonë më shumë Laura, se tani e kena atë program që e kena bë për pyetje dhe përgjigje, kështu më të veçantë e keni çdo 2 javë. E këtu nëse doni dikush me përshëndet, ose me tregu diçka për jetës tuaj në ai moment që ju ka pranuar dhe ju e duaja sikur mua qysh ja u tregova që kam po me sy të qartë. Motra Fiza thot kështot një përshëndetje. Selam alejkum, ju përshëndet shumë edhe mësuesen fejime që na kënaqi, Allah ju shpërbleft inshallah 2 javë. Amin ya Rabbi. Edhe ju e gjitha, Allah qoftë i kënaqur me çdo njërin prej nesh. Ai me qenë i kënaqur s'na vjen kërkush tjetër. Kënaqësia ti është që përfshin gjithçka. Motra Bez vazhdo të thotë Allah qoftë i kënaqur me juve dhe me mësuesen ju përqafoj. Amin inshallah. Edhe ju prej neve gjitha keni përqafime. Falni shprehno, mos nguroni. Më duket motra Bez atë që do me shpërndon një dua, po do e shikojmë. Selvia e ka hap mikrofonin. Edhe njerë? Selvia e ka hap mikrofonin, mos po do me fol. Po, motor Selvia, nëse ki ndonjë gjë se më herët e pas që edhe te kishe pas mikrofonin, ki dërgu, mikrofoni është për juve nëse ki çfarë do lloj pyetje apo përshëndetje pavarësisht. Pra, si duket nuk kanë Laura, e përmbyllim. Për sonte. Allah ju shpërbleft motra për durimin dhe pjesëmarrjen. Ku ja kemi qëllu ka qenë prej Allahut, ku ja kemi huq ka qenë prej nefsit, prej vetës tonë. Allah ju rujt, Allah ju nderoft, takojmë Allah në gjëratën e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu për të gjitha.